Maltretimet e mëdha që i kam pas, domethënë në atë periudhë, kohën edhe kur i patë nxonë shalë ushtartë. Domethënë pantanorë patë nxjerrë jashtë, ne i keni nxonë ushtartë, domethënë kemi ndëgju nëpër dyrë poshtë burgut të mundesh me hi paramilitarët, që ne dy tim t'i prejmë tonë. Po ato kam qëndru në Mitrovic në rreth, domethënë burgu i rreth është ato, kam qëndru 9 muaj, domethënë deri me 10 qershor të 99-ën. Ato kemi qëndru edhe kemi hek edhe për buke, për higjiene, për gjithë shka kemi hek ato, ka qenë një burg shumë i shtirë. Ka pas maltretime, domethënë kemi pas maltretime rregullisht, maltretimet e mëdha që i kam pas, domethënë në atë periudhë, kohën edhe kur i patë nxonë shalë ushtartë. Domethënë pantanorë patë nxjerrë jashtë, ne i keni nxonë ushtartë, domethënë më patë maltretu shumë. Unë përmes tyne kam që diçka ka ndodhur, ishëm në Hamburg, s'dishëm çfarë po ndodh. Domethënë në kohën kur i kanë arrestuar, ata më patë maltretu shumë në çatë periudhë, se ishin kanë pa frustru shumë, domethënë në ngjarje, kështu që kem kaluar ato një 9 muaj ditë për një kohë të mërshme, kështu që domethënë deri me 9 qershor në mbrëmje, 99-ën kemi dëgju domethënë mbrëmje, se ne njishëm që i ka rënë aty apo don. Edhe gjyshin anena kulla në Tanaund, supin e patë bombardue, po para kësaj ngjarjes se po mikun ka pak detajet, domethënë tentuan më çun në Dubrovë. Hajde ti denum tash ty duhet me çun në burg Dubrovës. Po në burg Dubrovës unë nuk e kam ditë, domethënë kish pas masakër të madh atje. Domethënë se i kanë tubu pikë burgjë, kanë mujt për me pas sa më shumë që me masakru sa më shumë shqiptar. Në atë periudhë domethënë 3 herë kanë tentuar më transferu më në burg Dubrovës. Para se me masakru, domethënë ata në burg Dubrovës që kanë qenë. Po fati jam që aty ka qenë në supin atë burgut, kam bombardu NATO, bombardeke supin e kolla nena, nuk guxojsh ta me dalë për shkaqe të sigurisë të veten, apo den. Edhe domethënë pështovan për pak. Tani erdhi periudha domethënë që hini hini NATO, apo kupton? Edhe me 9 qershor në mbrëmje kemi ndëgju nëpër dyrë poshtë burgut të mundesh me hi paramilitarët, që ne dy tim t'i prejmë tonë. Po ushtria rregull domethënë insistoi që mos milon me hi. Tani me 10 qershor në mëngjes herët, na patën nga qitë në për autobusa, na maltretu në ato shumë. Dhe na shtenë në për autobusa, na zdishëm as për na ku përshkojmë, as ka për dojmë, as për na qojmë në përshkatu dikona. Se domethënë i ndëgjum një natë për para, domethënë krizma të dyre që deshin me hi mrena, me na maltretu e me na masakru faktikisht. Që shka ndodhë në Dubrovë. Na ngarkun në autobusa ato dhe na qunë në drejtim, nuk dishëm drejtim ka. Absolut, veç kene di që dikon pejme në gjesi deri vumë mbrëmje këna vëtu. Ja 2 tramatorë për afërsisht, se sot urës këna pas kur gjë veç, për afërsisht, ja 2 tramatorë këna vëtu.